Na vjen shumë mirë për këtë. Zoti Marku, si operator turistik, në fund fare, a keni një kërkesë nga qeveria, nga shteti për të përmirësuar ndoshta diçka në Velipoj? Me thot drejtën, unë nuk desha të shfrytëzoj në këtë rastin, unë kam një prej restoranteve që ofroj një shërbim ekstra, domethënë për pushuesit e turistët, kemi bërë edhe emër, ne jemi elita në Velipoj edhe si emër, kështu, edhe ne kemi çdo darkë bëjmë përveç se shërbim restorantit, ne kemi një frekuentim të jashtëzakonshëm qytetar, elitar, edhe nëse është e mundur, domethënë, për pjesën orare të muzikës që të rishikohej, domethënë, për ato shërbimet që bëjnë nivel elitar, domethënë, mos tjeti diskutueshëm, domethënë, për të në oraret, nuk e di, të vendimmarrje që i shef instanca qeveritare, edhe se ne kemi artist nivelit për shembull, ka 10 vite që ne operojmë në fushën e muzikës, edhe unë personalisht jam gati tush regjisor i çdo mbrëmje edhe te lokali jonë, më fal, diçka desha shpreh, te lokali jonë këto nivele si Frederik Noci, Eduard Jubani, Rezar Esmaj, pa nivele domethënë të mira, edhe kjo është kisha për thënë diçka. Një kesë, një s'po them se më nështë është e tepër, them një lutje te kjo drejtimi i kësaj që ne të rrim raportet gjithmonë në oraret pak më vonë të ulim atë nivelin e asaj që më nështë të zhurmës, po të ketë se dikush ka një datlinje në orën 12 të darkës, edhe orari është 11:30 gjatë javës, edhe ne nuk na mundson t'ja bëjmë atë respektin si duhet asaj tavoline që ka ardhur për të festuar ne atë datlinjen me urimin e këngëve. Zoti Marku, organizime elitare apo jo ndotja akustike mbetet e njëjtë. E fundit fare, kur ju detyrojnë që ta mbyllni muzikën dhe kur do doni ty që ta kishit afatin për mbylljen e saj? Ne nuk jemi për të tepruar se deri kur doni ta mbani muzikën? Kërkesa jote është që të shkojë deri në orën 12 gjithë javën. Domethënë, nuk kemi diçka të tepërt. Në fundjavë nga premtja shtunja është deri në 12. Pse mos ta kemi edhe gjatë javës deri në 12? Se deri në 12 njerëzit kanë vinë për plazh dhe duhet të arktohen, edhe këtu është edhe kufirit që ndanë pjesën atyre që vinë për të bërë qejf me ato që duhet të pushojnë. Ne s'duhet ta abuzojmë këtë drejtim që të krijojmë një moment jo të bukur, domethënë pjesa e saj që është një kërkesë e pranueshme që më është flas edhe në emër të disa të tjerëve, se jo vetëm në emrin tim, që i kemi diskutuar një gjatë tillë. Edhe besoj se mund të jetë e pranueshme i kërkesë me ndoshta ne e paraqisim para jush. Zoti Marku, duroj suksese këtë sezon turistik dhe shpresoj që të jetë më mirë se ai i shkuari. Përshëndes nga Tirana. Ju falenderojmë edhe ju, edhe ju ftojmë që të na vizitoni edhe ta krijoni bindjen ashtu siç thash, se ne bëjmë pritjen me atë norma si deklarova para jush, dhe Velipoja për ditë po bëhet më e bukur. Absolutisht, na vjen shumë mirë për këtë, nuk e vendosim në dyshim. Të përshëndes edhe një herë. Vetëm pak minuta publicitet. Rikthehemi edhe flasim për zhvillimet në botë. Me patjetër fokusi do të jetë konflikti midis Izraelit edhe Iranit. Çfarë po ndodh orët e fundit? Do të ndërhyjnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës ashtu siç pretendojnë disa ekspertë në fundjavë? Vetëm pas pak.